kam pa një shlirim të madh shpirtëror në jetën time vetëm pasi kam arrit me e fal atë që ka vrarë babin tim, edhe pse nuk e di kush ka qenë, as nuk e njoh kush ka qenë. Flasim për një ushtar serb, edhe kam pas mundësi në zemrën time me e fal popullin serb. Mund të them që falja edhe pajtimi kohëve të fundit janë bërë misioni im. Në mënyrë të veçantë, jo vetëm në aspektin familjar, komunitar, shoqëror si Kosovë, po në aspekt shumë të gjerë dhe ballkanik. Ndër këto vite kam pas mundësinë të udhtoj në vende të ndryshme të botës, kryesisht përndarë më shumë rreth historisë sime, pjesës së luftës, përjetimit tim gjatë luftës, kohës së pas luftës, transformimit tim, sidomos në aspektin e besimit, edhe pjesës së faljes edhe ripajtimit. Tani misioni im, kam pas rastin të udhtoj në disa vende të ndryshme të Ballkanit gjithashtu dhe të flas pikërisht për temën e faljes edhe pajtimit. Sepse çfarë ka ndodhur me mua, menjëherë mbas konvertimit, unë kisha shumë mosfalje në zemrën time, e thash edhe më herët, në mënyrë të veçantë ndaj popullit serb. Tani kur e flas këtë gjë, ndoshta edhe për këtë mund të gjykohem, por kam pa një shlirim të madh shpirtëror në jetën time vetëm pasi kam arrit me e fal atë që ka vrarë babin tim, edhe pse nuk e di kush ka qenë, as nuk e njoh kush ka qenë. Flasim për një ushtar serb, edhe kam pas mundësi në zemrën time me e fal popullin serb. Pasi kam kalu përmes procesit të faljes edhe pajtimit, e kam kuptuar që mosfalja ka qenë si një çantë në kraharorin tim e mbushur me mbeturina që kundërbojnë. Idenë që kur unë nuk fal, unë nuk i bëj dëm asnjërit përpos vetës time. Mosfalja, zemrimi, urrejtja nuk i bëjnë dëm askujt më shumë se sa vetë individit që i mban ato. Që kur kam pas mundësi me e liru popullin serb, kur kam pas mundësi me u liru nga çfarëdo lloj botkuptimi politik, gjeopolitik, e pa marrë parasysh, unë nuk do të thotë që e kam arsyetu gjithë krimin edhe gjenocidin që ka ndodhur në Kosovë. Asnjëherë nuk pajtohem dhe nuk do të pajtohem në asnjë moment të vetëm. Por falja ka të bëjë me mua si person për të liru edhe për të lënë mundësi shërimit edhe pajtimit që të ndodh sidomos në trojet tona kudo në Ballkan.